Grupi iniciator për vendosjen e monumentit të Lek Dugagjinit në qytetin e Shkodrës vlerëson si një hap pozitiv miratimin e rregullores nga Këshilli Bashkiak, e cila mundëson realizimin e këtij projekti. Megjithatë, ata kërkojnë që vendimi përfundimtar të merret në mbledhjen e ardhshme të Këshillit, duke e konsideruar këtë një akt nderimi ndaj figurës së Lek Dugagjinit. Kërkojmë që Bashkia Shkodër të bëhet bashkëpunuese në këtë projekt, duke mbështetur dhe realizuar vendosjen e këtij monumentit si një simbol të nderimit, një nga figurat më të rëndësishme të historisë shqiptare. Kërkojmë mbledhjen e ardhshme të Këshillit Bashkiak të miratohet kërkesa jonë për vendosjen e bustit princit Lek Dugagjini si një nderim dhe reflektim i vlerave të tij të jashtëzakonshme. Antarë të grupit iniciator insistojnë që busti të vendoset në një nga lokacionet e propozuara në qendër të qytetit dhe jo në periferi, duke argumentuar rëndësinë historike dhe kulturore të kësaj figure. Ne dëshirojmë vendin ku e meriton Leka. Propozimin e kemi në qendër Shkodrës. I kemi çuar propozimet tona Këshillit Bashkiak. Ata kanë thonë që do të vëmë në vendin më të mirë, më të përshtatshëm. Leka do të vehet një vend që e meriton ku të vehet Leka, se kërkush sot para Lekës. Përfaqësues të shoqatës Dugagjini dhe antarët të grupit iniciator theksojnë se nuk synojnë të ushtrojnë presion mbi institucionet apo përfaqësuesit e qeverisjes vendore. Ata shprehen të vendosur për të vijuar angazhimet e tyre me qëllim realizimin e këtij projekti dhe nderimin e Lek Dugagjinit si një figurë e shquar kombëtare.